Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah jetë e shpërblev të gjë për këtë të ligjerash, se kena pot nevoj me na... Për 5 pyetje që mi pas ke dërgu, krejt i kemi përmend në ders. Apo? Çfarë duhet të bëjmë në 10 ditën e Dhulhijhes? E potencum. Çfarë shpërblimi kemi në këto ditë nëse agjerojmë dhe bëjmë vepra të mira? E potencum. Si ka kalu Muhamedi alayhi salatu wassalam në këto 10 ditë? Normalisht ka hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka agjeru, ka bë dua, gjitha këto gjëra. Si dalloj këto ditë nga ditët e tjera të vitit? E potencum dhe çka ka të posaçme në këto 10 ditë, ka të posaçme këto 10 ditë, ndërsa në ditët e Ramazanit janë 10 neçi. Shehul Islam Ibn Taymija thotë 10 ditëshit e 10 ditëshit e Dhulhijhes janë më të vlefshme se 10 ditëshi i Ramazanit, fundi i Ramazanit. 10 neçi i Ramazanit është më i vlefshëm se 10 neçi i Dhulhijhes. Allahu Ta'ala ala. Allah shpërblev. Tash ta kanë bërë këtu një pyetje, tash kemë na dhënë përgjigjen. Pse ka thonë Ergin, pse mos mi prej flok, thojt çka do me thonë? Çështja është që merrem me komente tani, regati, po që. Çështja është mu solidarizu me ata të cilët janë në haç. Domethënë, ata po bëjnë ibadet me bodhe ti ibadet. Ata nuk i prejnë apo flokë se në thojtë e gjitha kur ti një hram, qashtu edhe ti nuk i prejnë. Domethënë thjesht mu solidarizu me ummetin apo me një aspekt me ata të cilët bëjnë haç. Allah e di mas miri. Allah e shpërblev të gjë. Bilal? Urnalla. Në komente nuk po shoh për momentin, nuk po shoh pyetje për momentin, po unë i kam do cilat na kanë ardhur privat, se kemi shpërnda live-in pak para se më ardh hoxha. Na kanë ardhur do pyetje privat, nëse ka mundësi tash mi ashtru hoxhës nëse na lejon. Po gjëmat unë me bë pyetjet edhe pak hoxhën kanë me mbajt edhe tani hoxha del. Mundi me bërë pyetjet e jua sa ma shpejt. Urna Bilal. Allah shpërblet hoq për ligjeratën. Do është të më dërmër një pyetje shembull na që jetojmë këtu në Evropë. Edhe në disa raste shumica jetojmë na për banesa, edhe nuk kemi shtëpi as në Kosovë, dhe është shumë vështirë këtu me prej kurban na vetë. Janë disa mishtore ku ti jep paret atje 300, 350, 400, ku ta dion, edhe ditën e Bajramit shkon e merr ti atë kurban, e çon te shtëpia. Kjo është e vetmja mënyrë që shmujmë na shembull me krye këtë obligim. Po nëse dojmë na shembull me qu paret në familje në Kosovë dikun, me na kry dikush këtë obligim. Qysh është shembull kur na e dim si në Kosovë, Maqedoni, Shqipni janë ma lirë se sa këtu tek ne. Tash na cilin çmim duhet me caktua, duhet këtu të Evropës shembull 300, 350, apo duhet me ata të Kosovës 150, 200 në varet. Njësoj janë, se edhe këtu është qashtu shtrajt, edhe këtu 200, nëse nga të njësoj janë bo. Si atje si këtu. Rëndësishme është Habibi, më spari, përdesa po fletë për çështjet e Evropës, unë jam pak ma jashtë në aspektin e Evropës, e din edhe Fatmiri, më thrasim në Evropë, në Gjermani, në Itali, në Belgjike, në Suedi, e këmë shku qështët, edhe çështja e parë që ju këmë thonë, mos rrinin ato vende. Më thonë, puna e parë që ju e bani, është më këtu në vendet e juja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith, thotë, unë distancohem, thotë, prej atij muslimani i cili jeton në mesin e mushrikëve, mesin e kufarëve. Thonë nuk lejohet shtëpia e tij me qenë afër një shtëpie apo ngjit me shtëpinë e kufarëve. Më thonë thjesht më kon aq larg sa që mos më po, më thonë kur del prej shpërrejtit ai tymi që del, mos më po tymi kufarëve. Aq larg duhet me qenë prej kufarëve. Po dikush mundet me thonë jo na kemi drejta, në Kosovë ka edhe në Kosovë po ka sulma në kënej, dallon. Kosova me vendet e perëndimit dallon në aspektin e islamit, pse dallon? Sepse te na janë musliman. Për
kundër asaj sa praktikojnë, sa s'praktikojnë, është diçka tjetër. Te na një zone, ndërsa vendet e kufrit nuk një zone. Unë që tash kesh në Belgjik, po në Belgjik kesh, edhe nuk pash, nuk njita kërkun ezan. Kërkun hiç s'nita ezan. Shkova në xhami, këtë vaktet i falë, muneshim një falë këtë vaktet, hinshim, nuk u doke si xhami, veç një lloj plakate u doke që është organizate xhami, kur hinshim rana xhami. Mi po për jashtë nuk u doke xhami, organizate sovi. Më thonë, gjithë ata që thojnë drejtat e muslimanëve, të vendet e kufarëve, janë më mirë se të muslimanë, gabim e kanë. Shekh Albani veç një përgjigje ju ka thonë, a ju lejojnë me thirë ezanin, jo s'ju lejnë, u krypuna. Po jo, me një vend Berlin atje, apo ku e dione është një xhami. Nuk është e. Nuk është. Kjo është një. E dyta. Ju, nëse ktheheni në Kosovë, ju keni kontribu vendit tuaj edhe keni me e bo ndryshimin më shumë vendin e ju në Kosovë se sa atje. Shumë më shumë keni me e bo ndryshime këtu, nëse për 10 vjetë këtu në Kosovë të keni punoni, atje për 50-60 vjetë së në ndryshoni. Më thonë, këtu të ne shumë më shpet më me bo ndryshimin. E treta, lindin problemet e varimit, lindin problemet e kurbanit, lindin probleme. Në më thonë, plot probleme lindin aty. Tani, jeni shumë koshient, jeni duke pa që djathta ekstreme me të madhe ushtu për hapë në Evropë. Sulmet dhe muslimanëve kanë mushtu, dita e ditës. Pse? Sepse ju po doni mja ndryshu kulturën aty. Jeni organizu, alhamdulillah, shumë mirë që jeni organizu dhe duhet mu organizu. Duhet mu organizu për me rujt vetin, me rujt kulturën e juj. Kulturën me rujt me fol shqip, me rujt kulturën islame, e gjitha këto gjëra, sepse asimiloheni. Nëse ju nuk asimiloheni, fëmijët e juaj apo një për i tuaj veç kanë mu asimilu. Andaj, që ky organizimi juaj, që është nëpërmjet xhamive, që po mësoni edhe gjuhën, edhe gjitha këto gjëra, ju mbron nga asimilimi. Po çdo herë me pas mendën që më kthy. Ndërsa sa i përket se zgjata e kom qef këtë temë, më kallëzu, që ditën e gjykimit mos me dal i pastra para Allahut subhanahu wa taala për këtë gjë. Çështja tjetër është kurbani. Kurbani lejohet. Lejohet ajo e para që me gjet një kasap apo që sipas sheriatit e prin, ja e parë e merr mishin edhe krypuna. Nuk ka asnjë problem. Por se lejohet edhe në Kosovë me i qu parët. Qu parët me, do më thonë që blehet në Kosovë. Më thonë me qatë parët që blehet në Kosovë, se së është dalimi. Shumë i madhë. Mire, më thonë një vla, ma lirë se 200 euro ishme një vend, në Suedi. E të na është 200 euro. Nuk është, Habiba standardi është të u bo njësaj gati. Si në Gjermani, si në Kosovë, ka fillu. Qmimet gati njësaj në të u bo. Më thonë, ose atje, ose këtu lejohet me lejnë Allah subhanahu wa taala, nuk ka problem, insha Allah. Allah di mas mire, ma boni. Allah të koftë, Allah të shpërbleft. Unë i kam edhe do pyetje tjera, Fatmira, të vazhdoj. Nuk janë... Po, ustojnë s'po ta qore, pe pranu, ustojnë, mi se erda, pe. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Si je kem laje? Mirë, alhamdulillah, si të kam ti? Wallahi mirë po. Zbutu pak se na tre me morë burë këte nga Evropa, ne që kemi dalë. E kam të prirë këtë çështje. E di, Allah të rëndla, shika. Edhe unë jati mendimi jam, por jam jati mendimit që për personat që kanë nevojë ekonomike, sepse janë borxhe ose kanë probleme e tjera, për shembull, duhet me asjarun që se i trend gjithë vlla. A me hi edhe pak ani me folë për këtë mesit. Kur lejohet? Mama se naftofe. Naftofe krejt. Po bra, ku ka shkollën tjera, sepse na erdhe çik si bomba ajo për një vlla. Do më pyeti që duhet me usëru më të vlla. Si vlla? Pyeti që duhet me usëru. Do më kur mund lejohet në këtë vend e emigrimi? Kur mund të lejohet? Lejohet me shku me studiu. Për shembull, me një vend musliman ku jeton për shembull, edhe nuk ka një doktor të caktuar apo një shkencë të caktuar. Atër ulemaja kanë thonë me shku me marrë mësimin e dynjos dhe pastaj me kontribut e muslimanit. Kjo një. E dyta, lejohet nëse në vendin tënd nuk ka doktor për mu shëru, për mu mjeku. Për shembull, Sheikhu Thejmini ka shku dhe u kuru në Amerikë. Apo në Amerikë, më thonë, nuk e di çfarë sëmundje ka pas. Ose
domethënë nuk ka mundësi në vendin e vet, edhe shkon si na për shembull që shkojshim në Jugosllavi, që shkojshim në Beograd ku e diunë në për vendet e ndryshme të ish Jugosllavisë, po. Te armiku shkojshim, shkurt e kjo te armiku shkojshim se s'kishim, nuk kishim na, atje mjekësia më e fuqishme edhe shkojshim. Në kësi raste lejohet. Mirë, po me shku, hajde po themi, hajde për shembull nëse shkojnë 2-3 muaj me punu se në pa e marr familjen, mundesh me hajde, është një dera, po thënë, hajde mund të themi. Mirë po me marr familjen, gruën, fëmijët, e mu vendos aty, vallaj, habibi jam është problem nëse ju e mbani, do shtë Allah ju e mbani fin, ama një për i tuaj mo asimilohen. Është shumë problem është. Fëmija si fëmij vllaja, nëse shkon në të shkollë dhe krejt i ka krishter, tërkohen, edhe qaq mirë funksionen ata me pedagogët, me psikologët, shtetje, në përgjithësi, qaq mirë ndikon tek koka apo truni i fëmijës që e sheh nesër fëmijën botë kundërshtare yt. Dhe çat vjen jeta subhanallah. S'vjen jeta, nuk vjen jeta. Allahu na rujt. Dashurinë dhe urrejtin ti zguxon me e përhap në Evropë. Wala dhe bara. Dashurinë dhe urrejtin s'mundesh. Haptazi nuk mundesh me fol kundër LGBT-s apo ku e diune. Nuk mundesh me fol haptazi. E diune, më thekë një vlla, më pa thënë kur pa ta shkumë në shtet, tha fol çka dush, veç ta kundër LGBT-s mos fal. Tha se ta qesin në vulin e zezë aty edhe mo ecish, kthehesh mrapa. Mos flon me bodavet atje. Domthon, çështjet edhe tash sfundi mo çështjet janë të ndryshu pivrini, apo e sulmin që u bën në Amerikë atje në San Diego ku është ai vendi. Më thonë prej disa adoleshentëve. Më thonë, është u bo tereni është u bo që mi sulmu muslimat, mi largu muslimat. Që është normale, vllazni. Është normale se ti po vjen piktujt, po do në me ndryshu kulturën atje. Është normale që ai ka mu armatos, po thonë, ideologjikisht kundër teje, për me mbrojt vetën. Është normale. Unë po them, ju nuk asimiloni, po unë konflikt për fëmijët edhe një përit. Dhe pastaj qaj nipi ku të asimilohet, ndoshta ditë gjykimit ka me kërku hak prej teje, edhe Allah subhanahu wa taala tek Allah azza wa jall për me mbrojt vetën ka me të akuzu. Do të unë në një vend ku mjetu ku i kum pos këtë kufari ku pos. Po i mjafton muslimanit sinqert, besimtarit sinqert me një hadith. Thot unë distancohem prej ati muslimani, prej ati njeriu i cili jeton në mesin e kufarëve. Unë distancohem, thot. Mjafta, kush për thot? Për thot, unë distancohem për teje. Po thëmë Rasuli a.s. Unë po jem pak më i ashur në kontekstin se ma mirë me e thonë, habibi. Ma mirë me e thonë se sa mi limu njerëzit e vërte. O shumë ma mirë. Tamam. Allah ju forcoft juve. Allah ju forcoft. Ti nese, ti shkon 2-3 muaj punon e kthesh, nuk jeton kështu vazhdimisht. Ti me rak se vim Prizren e pi kafen prap, pa me rak. O gjëmat me so i znoni me mu se Ti mas parë. vesh të është mi thonë o gjëmat me so i znoni me mu në pe jam kthejt se lamin, po se ti jam për ju vdel. O gjë, a shkujna me pytje, a u sa ju do me po. Jo, vetëm thjesht do ta pyes, nuk më takon mua është hoxha ty, nuk dal para unë vlla. Janë disa festa, do më thënë që bëjnë këta gjermanët, edhe kur vjen puna, i japin shpërblim gjithë punëtorëve. Si konsiderohet kjo në këta raste? A janë shkundur këta vëllezër muslimanë që i marrin këto dhuratat, apo janë në rregull? Varet për shka japin. Në fund vit nëse japin për shkak të vitit e kanë bot mirë si lloj shpërblimi që e jep firma, nuk ka ndalesë. Mirë, por nëse jipët sakt dihet për festën e domethënë të feve tjera jashtë islamit, kjo nuk lejohet më morë. Normalisht ata japin shpërblime për festën. Vitin e ri i japin si mbyllje e vitit. Ato ulemaj këta e kanë leju, nuk e ndalej këta. E japin si mbyllje e vitit, po e japin me rastin e
për të gëzuar për vitin e ri, vlla, okay, dakord për vitin që e mbyllin, por e japin që të gëzojnë vitin e ri. Domethënë qëllimin e kanë me u gëzu për vitin e ri për pemën. Unë e di një pjesë nëse e japin që ashtu, atëherë normalisht që si merr. Ama në përgjithësi që thonë, për shkak të punës një vjeçare që e keni tregu ju, do thot atë mundin tuaj që e keni dhënë gjatë punës, atëherë unë po ju shpërblej. Po ju shpërblej me këtë dhe këtë. Kjo është bakshish. Kjo është bakshish pastaj. Po, sulle bakshish. Po, çfarë? Sulle bakshish. Allah shpërblet. Amin, habibi. Amen. Fatmir, tregon Usta, shkojna me pyetje. Aleikum salam të Allah, digital creator, hajt. Ustojnë e kena obe për që ta s'është të vendër prej. Bilal, bërë. rregull. Hoxhalkin, na gjithë nga njëherë jemi një rast kur imani jonë do pësohet. Kemi ranit të imanit. Qysh me ripertrije imanin na, qysh me rrit imanin? Në çfarë mënyre? Pika parë ku imani do pësohet është largimi prej namazit me xhamat. Që kjo është pika parë kryesorja. Fillimi, si të largosh prej xhamatit. Më thonë prej namazit me xhamat. Kjo është një. E dyta, si të largosh prej derseve. E treta, si të largosh me qëndrimin prej vllazni, do të thonë nuk rrin me vllazni apo nuk shoshrohesh me vllazni. Që të janë 3 gjërat që muslimanin fillojnë me adopsu imanin. Puna e parë që ky e bën është me anis çdo të trijat. Në një, me shku me fal namazin me xhamat. E dyta, me shku në derse. Më thonë, ju atje pak probleme keni larg apo ku e dione, po dhe kjo është një pjesë e dersit që muni ju me ndjek. Dhe e treta, mu mundu s'paku njëherë një javë mu taku me vllazni. Me një muhabet të fesë. Dhe nëse i bën qëto, apo me letë Allah, pastaj vazhdojmë çështje tjera, leximi, dëgjimi ligjeratave nëpërmjet YouTube-s, më thonë këtyre rrjeteve sociale, dhikri gjatë ditës, kërkimi faljes tek Allah subhanahu wa taala, gjitha këto e shtojnë imanin me lenë Allah azza wa jall. Po, mos themi që imani qëndron çdo herë stabil. Nuk qëndron stabil imani. Në herë shkon nalt, në herë shkon poshtë. Për shembull, që tash gjatë ligjërimit, duke dëgju fjalë të Allahut, fjalë të pejgamberit, fjalë të dietarëve, imani vetë shkon nalt. Apo po ashtu kjo bëhet sebeb që Allah subhanahu wa taala më dërgoi edhe me lajke. Apo dhe bëjnë pal që ka thënë hadith pejgamberit alayhi salatu. Dhe pse kjo është për fizikisht, ma shumë që shkon hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa prej sahabive, Handhale, ka shku tek Ebu Bekri radiallahu anhu dhe i ka thonë, ja Ebu Bekr thot kur po shkojmë tek Resuli alayhi salatu wassalam, thot aq shumë po na shtohet imani, apo dhe kur po kthehemi, po shkojmë, po mashtrohemi me fëmijë, ma thonë, po na duket vetja si munafik subhanallah. Pse kaq pak imanin e dopt. Dhe i thot, Ebu Bekri thot, pikrisht, ashtu dhoni nisaj. Hajde thot, po shkojmë tek Resuli alayhi salatu wassalam, edhe gjatë rrugës, thot pejgamberi, do më thonë, thot Ebu Bekri munafik, Handhale munafik, Ebu Bekri munafik, Handhale munafik, i nin pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot, subhanallah, që po thoni kështu? Thot, kështu dhe kështu ja Resulallah, thot, pak nga pak, sikur tërkohën, kishit nat iman, apo që jeni me mu këtu, kishit me lajke duke dhënë selam. Andaj ka nëherë zbropsje, mirë po, është mirë mu kthy. Dhe mos lejo vllaje, që nëse një mëkat e bën, mos lejo me e bën rutinat mëkatin. E bën e mëkatin kërkofalje, e bën e mëkatin bën e një vepër të mirë. Se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, thot Resuli alayhi salatu wasallam, kushdo që e bën një mëkat, i jet një gjurmë me zezë në zemrën e tij. Nëse nuk kërkon falje, mbetet ajo. Vjen mëkati tjetër. Dhe kështu mbushet zemra dhe bëhet e zezë. Allahu na ruaj, mund më ngurcu pas të zemra. Derisa aq lart shkon, sa që thot, subhanallah, s'po mund të kthehem ku jam kon. Edhe ka nostalgji për atë imanin që e ka pasur më herët.
Andaj, çdo mëkat që e bën, thuaj astaghfirullah. Çdo mëkat që e bën, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Me të vërtetë veprat e mira i fshin të këqija. Bëni një vepër të mirë. Për një herë që me ta fshi atë keqe me lejen Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, të thuash që imani tankuon kështu rrin, jo harroj, nuk rrin imani, tankuon ashtu. Allahu taala alem. Allah shpërblet hoxh. Jo, është një vëlla musliman poshtë që ka qenë krishter e quhen Antonio. Mund ta ngjisim lart se ndoshta ka ndonjë lloj pyetje. Ka qenë 30 krishter e bërë musliman para një viti 2 vjetër pa. Vëlla, nëse ka mundësi, Antonio Gjeloshani, nëse do për shembull ka qenë krishter por është bërë musliman, ndoshta ka ndonjë pyetje që mund t'ju bëj juve si hoxh. Po vëlla, patjetër. Antonio, a ti kryjm çto pyetje Fatmir? Ti kryjm çto pyetje një herë, atëherë ja lojmë rënë atij vëllau. Ose nëse don po ndalojmë pyetjet, atëherë merru me Në ta buje pyetjen, halal e kjo stas që dhe vllokje. Antonio, po nuk e di a është më këtu apo jo, Antonio Gjeloshani. Antonio. Hajde inshallah. Ndoshta ka ndonjë lidhje me besimin. Wallahi, studia është për ekzem, më që do të thonë një fjalë që lum ai për veten e tij. Bilal, këre ka dërgu kamerën, që dhe është këre... Nuk ka kamerë nuk më ka dërgu kërkush për pas Fahris, tjetër kush nuk pa ata tjetër. Aha, me ta dërguje kamerën edhe njëre. Ndoshta ka dalë. Inshallah, ndoshta ka dalë, osa, ndoshta ka dalë, osa. Salamu alaikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Si vëlla, e mirë. Mirë, Algeni, si e ti vëlla? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mashallah. A vazhdoj me pyetje tash inshallah? Ustaja, bële pak mikrofoni se është ka vjen i shfar zoni. Nuk e di. Tash është mirë Bilal, a? Hajt, po tash është në rregull. Pyetja radhës. Si të veprojmë kur falim namaz, mirë po nuk e ndjejmë atë? Si të veprojmë kur falim namaz, mirë po nuk e ndjejmë. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam që robi kur të hin namaz e merr shpërblimin 10-ën, 9-ën, 8-ën, 7-ën deri 9-ën në një aspekt. Varësisht nga koncentrimi yt. Siç tham, ndonjëherë njeriu është i preokupuar me një çështje të caktuar. Një ditë u ka preokupuar me një çështje të caktuar. Është i lodhur. Dhe nuk e ka rutinë që çdo ditë nuk e nin atë kënaqësi. Po ndonjëherë nuk e nin kënaqësinë. Le të vazhdoj. Le të vazhdoj. I kthehet. Me lejet Allahut ajo i kthehet. E rëndësishme është që gjatë namazit të mundohet të jetë i koncentruar. Të mundohet të jetë i koncentruar. Jo t'i shkoj mendja, po mirë ai shkon mendja. Mirë, ani le t'i shkoj mendja. Mirë po, le të koncentrohet, le të mundohet më koncentru. Gradualisht me lejen e Allahut subhanahu wa taala ai largohet. Nëse o sebepi, që është gjunomi, që normalisht gjunomi mund të jetë sebeb për mos më koncentru në namaz, për mos me nik naci. Atëherë le të gjunohen. Sepse thot Allah në Kur'an çdo e keqe që ju vjen është si pasojë durve t'juja, apo Sheikh Sulejman al-Ruhaili hafidhahullahu taala e ka një fjalë shumë të mirë. Thot, personi që po sprovohet me një sprovë, çfarë lloj sprove? Thot, e akuzon vetveten për me eduku. Dhe çfarë i thot? Thot, kjo sprovë, kjo bela, kjo gjë është si pasojë e durve të mia. Unë i kam bërë mëkat Allahut azza xal, Allah po më sprovon kështu. Mirë po. Tjetrin në asnjë mënyrë nuk lejohet me gjyku mbi tjetrin, sepse nuk e din çush i ka raportet ai me Allahun azza xal. Sa atëri bie që ne të akuzojmë pejgamberët e Allahut që kanë pas prova shumë të mëdha. No, këtu janë dy gjëra të ndryshme. Ti tjetrin se akuzon, sepse nuk e din çush e ka raportin me Allahun, ndërsa unë akuzoj vetveten për me eduku.
Fillon me istikfar, sa ma shumë bën istikfar, që ky istikfari është qels i shumë gjërave. Ka pas rastin një dietar, kanë shku. Edhe për një çështje të saktuar e kanë pyet, edhe kanë thonë o filan dietar. Thotë unë nuk kam fëmijë. Thotë kërkoj bën istikfar tek Allahu subhanahu wa taala. Ka bëj istikfar, Allahu i ka sjell fëmijë. Tjetri ka qenë i varfër. Thotë çfarë të bëj? Thotë kërkoj istikfar, bën istikfar tek Allahu subhanahu wa taala. Sa më shumë bën istikfar. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë pasuni. Tjetri ka ardhur me një problem të caktuar, ka bëj istikfar, Allahu subhanahu wa taala ja ka zgjedh problemin. Istikfari është dera që ja hap robit hajrin. Më thonë, mundohet të bësh istikfar para namazit gjatë ditës. Pejgamberi sa i ka pas mëkatet e falura vllajë, edhe ka kërku falje 70 deri 100 herë ka kërku gjatë ditës. Ka fal namaz sa që ju kanë oj kont. Ja Rasulullah i thot Aisha i ki mëkatet e falura. Dhe ato që do të vinë në të ardhmen, thot atëra mos t'jem rob falendërues? Apo? Subhanallah, njeriu është i tillë, o vllazni, na herë nuk e ndin, na herë e ndin. Nuk bën shumë më shqetësu, mirë po nëse në vazhdimsi e ka këtë mos ndjenje, atër është problem se duhet ta kontrollosh, ta kontrollon personi vetveten ku po gabon, ku po çalon dhe ku e ka gjunahin, që ky gjunahi, që kjo errësir tek zemra po ndikon që ai mos veni atë knatësi. Allah di mos vini. Allah i shpërblet. Bo marë paria nartash, ka me thirë, nartë kim, të kem, banan. Po, Bilal, Nuk po nihesh o vëlla Bilal. Selam aleikum gjithëve. Aleikum salam wa barakatuh. Po një ndonjë. nuk dëgjosh Bilal mirë. Apo më dëgjoni? Po, që tash po. Ma bëni Allah të di shka u bo. Kur jemi të namazi, dashta me bo një pyetje tjetër, çfarë shpërblimi ka namazi i gjenazës? Namazi i gjenazës, edhe do të shkuarja për të varrosur një person, e ka shpërblimin, ka thënë pejgamberi sa sikur me dhon sadaka, sikur kodra e Uhudit. Pra mendo. 2 kodra të Uhudit i merr nëse shkon e fal namazin e gjenazës dhe e përcjell atë gjenazë deri tek varri i tij. Subhanallah, Ebu Bekri radiallahu anhu, realisht Resulullah s.a.s. në namazin e sabahut, po i përmend veprat e mira, po përmend namazin e gjenazës, po e përmend vizitimin tek i smuri, po i përmend gjitha veprat e mira. Të gjitha i kishte bërë Ebu Bekri radiallahu anhu. Gjitha i kishte bërë, subhanallah. Për atë arsye, zor ka qenë me kalu edhe Omeri Ebu Bekrit. Aq ka qenë, subhanallah, i devatshëm. Në këtojnë vepra që nga fshin gjunohat, vllazni. Subhanallah, sa me lajke lutën për ty nëse ti shkon edhe viziton një të sëmur. Në hadith pejgamberit alayhis salam thuhet që Allah azza wa jalla i thotë robit, thotë isha i sëmur dhe nuk merdhe me vizitu. Ja rap që është i smuta, po thotë robi jam ishte i sëmur dhe nuk shkove me vizitu. Më thënë, këto e në vepra që Allah azza wa jalla na kalon këtë botë që me na shtu se gjunoha kemi shumë o vllazni. Wallahi gjunoha shumë. Abdullah ibn Mesudi, di çka ka thonë, thotë sikur të kishin irë gjunohat. Subhanallah, kush ka thonë ibn Mesudi? Ku jemi na? Thotë sikur të kishin irë gjunohat, thotë kishin mu largu njerëzit për neve. Kush po thotë, ai po thotë la ilaha illallah. Ku jemi na më vëllai? Alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala po na mbulon gjunohat. Gjunohat e ditës atë natës. Se kohër ishin bo muslimat. Me hoxhallare, me xhamate, me kret. Kohër. Po alhamdulillah që Allah po na mbulon. Alhamdulillah. Dhe ka falje, ka pendim, ka gjitha. Ti shtem istikfar, sidomos to 10 ditë që në Dhul Hijjës.
Bilal, a ki mo pyetje se më stalë mami dhe shomogjen, se është i lodhën. Edhe tonë njove në vetëm në për ligjerata, tërë Kosovën. Bilal, Mikrofoni ka gabim me ta, nuk di problemi. ka gabim. Atëherë Hajde është edhe firmi, po, hajde, qëre po marë, qëra ka pyetje në është komente. shumë kjo për Apo më dëgjohem tash? po. Zënit, vëlla. Apo më dëgjohem? Zënit. Po, dëgjosh. E. Po, Bilal. Hoxha Ergena, ka mundësi edhe 1-2 pyetje apo pendalim me kaq? Pi marrëm është të 2 pyetjet edhe të ndërpremi, inshallah. Edhe dy pyetje. Allahu të shpërblet. Agja, je mirë, Agja. Që ashtu kam qenë unë i mirë, se në dy pyetje. tani. Bërëm, Bilal. Hoxh, çfarë thot Allahu subhanahu wa taala për ata njerëz që thonë unë e kam ngarku veten shumë me gjunahe, mu nuk më fal Allahu, por mu është bovan, e tjerë e tjerë. Allah, këtë e ka potencuar dhe Allahu në Kur'an, apo kupton? O ju që e keni ngarkuar veten me gjunahe. O ju që e keni ngarku veten me gjunahe. Shumë keni po gjunahe. Mos i humbni shpresat tek Allahu subhanahu wa taala. Mos i humb shpresat. Allahu fal shumë o vllai jam, vallahi Allahu fal shumë. 99 njerëz i mbyti. Të 100-in e mbyti që i dha fetfa gabimisht. E mbyti, 100 vetë i mbyti, Allah azza wa jalla fali. Allah i mëshirshëm është, subhanallah. Basha i krishteri, ish krishteri vlla jon, tani që ka pranuar Islamin. Subhanallah. Hadith e ka. Personi që pranon Islamin, i ka të falur mëkatet. Ka të falur. Vjen prej zarsh. Prej zarshit vjen. 30-40 vjetë se ka bo në kufrë, në shirke, s'ka besu në pejgamberin Muhammed s.a.s. s'ka besu në Kur'an sen, krejt veprat pjeshën të mirë Allah subhanahu wa ta'ala. Sa i mëshirshëm është Allah azza wa jall. Nuk lejohet me thonë personi Allah së më falë. Kush e thot këta? Përveç një pabesimtar. Nuk po themi që është bo pabesimtar ai që e thot këta. Po themi është cilësi e pabesimtarve që e thoi mos më falë Allah. Jo. O, ju që e keni ngarku veten me gjunahe, kthejuni Allahut. Në hadith e ka ardhur, thot nëse ti thot ec, Allah vrapon pas teje. Ti e bën një hap, Allah pas teje vjen, o vllaja. Nëse ti e bën një vepër të mirë, Allah ka mundësi të veprën tjetër me më të mirë. Dhe mos humb shpresën. Thuaj astaghfirullah. Mjafton bre, thuaj astaghfirullah. O Zot falem. O Allah falem. S'ka bre, o ke pi alkohol, ti bo zina, ti pi drog, apo ku e djure, kërë dzizat i ke bo. Nuk i ke bo shirkë Allah të azëvede, po dhe shirkë i ke bo, prap ka pendim. Omer ibn al-Khattabi e ka luftu Muhammedin a.s. Kundër Muhammedin a.s. A je ti që e ki luftu Muhammedin a.s. A je ti që e ki luftu Islamin? Jo. Pse nuk thejesh Allah? E ki mush gjunohe, këtë në regull, ki bo gjunohe në raport me vetën tonë dhe vllaja. Jo në raport me Allah, me vetën tonë, vetë se ki bo ta. Në raport me Allah ti nuk ke thonë, nuk ke shajt Allahun, nuk ke shajt pejgamberin a.s. I ke dasht besimtar, e ke dasht Kur'anin dhe Sunetin, po që të ka mashtru dynjoja. Të mashtret dynjoja, të kapi dynjoja, bone zina, pite alkohol, ku e djone, ktheu Allah, ktheu. Ja, rap falem. S'ka gjuna që Allah nuk e falë. S'ka gjuna që nuk e falë. Kjo mos tjetë nëzitje për ata që me thonë, më falë Allah, hajtë të bëj gjunave. Se ti nuk e dina këthejesh. Po vaki qatë moment të bo zina, apo të pi alkohol, apo të bo veprat këqia, po vaki qatë moment të merë shpirtin Zoti. Thot Resulli a.s. shkon pa iman. Me Islam shkon, po pa iman shkon. S'ka dalim, nëse nuk e dini çështja çka është iman e Islam. Pronarët e mëkateve të mëdhaja, nga imani bien në Islam. Kanë thonë selefi. Më thonë nga mu'min, jenë muslim. Më thonë gjunahqar, po jenë musliman. Vdesin, ju falet gjenazja, vdesin si musliman. Por se jo si besimtar. Andaj ktheu tek Allah, sa nuk është bërvonë. Allah zëgjel e pranon pendimin deri në gargarën e fundit.
E në gërgarën e fundit, la ilaha illallah, Muhammed Rasul, ja rab falem, estagfirullah, din që të momente, para se më ardhë me laçi e vdekjes, në le kullu mjaut, Allah të pranon faljen. Andaj këtheu. Hajde Bilal. Allahu të shpërbleft, hoxha. Fatmir, unë isha nalë me kaq, se nuk po du edhe hoxhës me i hu kohë dhe ma tepër se u bo vonë. Atëherë edhe një pyetje e një motës kam Po. qare se është e stofit tonë, e Po, din, po. se e bomari për rigati. Bërëm, Allahu të shpërbleft, pyetjen e hoxha. motës është E gjallë kemi, një e pyetje. kemi terminatore dhe më thonë për shemë se kur ajo terminator gjani. Edhe Moderatore është motër, e qytë komente të gjaposhtë. Terminator, tash ka u bo terminator tash. Kujde, e ka po një Allah të pak në shaka. Bërëm dhe te, Edhe për shemën, nëse lëkurën e kurbat nuk e shesim, çka duhet me bo me ta? Çka don, çfarë vllaja? Nëse nuk shitet kurbani, çfarë do që ti bën që nuk e shet, apo nuk ka problem. Për shembull mundesh me dhon, më dhon dikujt. Ka nevojë, për shembull ja jep. Mirë, po kasapit ju, sepse shfrytëzohet aty rasti pastaj tek puna e bjerë në çmim. Mirë, po nëse i mbledhin, për shembull, ka me një komunë caktuar i mbledhin ato lëkurat. I mbledhin lëkurat edhe i shfrytëzon Bashkia Islame të na. Edhe i çojnë Bashkia Islame, edhe kryen punën. Mashallah. O kry hoq, Allah është përbrejt, inshallah, për të tërë miladije, e na bën halal se bona pak plaka me juve. Mashallah, Allah të jap joni, inshallah, ja Rabbil Alamin. E sukses të madh. amen, e bomar, e usta, t'ja jap një fjale në hoxhës për fond, Allahi të shpërbleft të gjajon, qa ki për të në thonë për fond, që tash fjalla për ti. Në është për veti jem një shumë i knaqëm, me juve. Allahu qysh keni qenë këtu bashkë, Allahu na mundësof që me qenë në gjennetet e Allahut, subhanahu wa taala, duke i pa knaqësitë e Allahut azza wa jall. Dhe në takimin e radhës, Allahu ta shpërbleft Amin. për kujtimet olla. Allahi të shpërbleft. Allahu të shpërbleft. Selamu alaikum. Assalamu alaikum.